brendshëm, nuk mos ça pretit në i dorë të dalë kështu dhe të bëj kështu prises. Po pra, mund vinë ndonjë sinjal nga Amerika, ndonjë mesazh, ndonjë gjë ande. Dëgjoj mua. I vetmi mesazh që do vi për Veliajin është ky. E pat si ju traftuam kur punuat për ne? E kupton tani? Pra Veliaj dhe shoqata e tij ka marrë lek nga Sorosi për të kontribuar në shoqërinë shqiptare. Se kështu e kuptoj unë. Nuk do futem në atë linjën që ju kë ka bërë ju ashtu, nuk futem fare në atë pjesë. Unë them ka kontribuar, ka marrë lek për të bërë një kontribut. Ai kontributi i tij dështoi, shikoj pamjet. Pse dështoi? Ai ishte shpresa ai. Ai ishte ai që bënte namin edhe bjente tavolinës atje, kështu. I bjente tavolinës atje për krenuar për spakun. Pra, ju e kuptoni në cilën situatë jemi. Era imazhi atit që merret me të huajt. Huaj ikën, mbaro punë, thot ikën, mbarova 3 vite këtu. Dhe di çfarë bën të huajt, ambasador flasë, që janë mashtruar nga mjes deri që mashtrojnë këta nga mjesi. Ambasador që vinë nga shtetet e huaj në Shqipëri, ku i çojnë shtetet e tyre në vendet ku janë para se të bëjnë transferimi, i çojnë listet me vendeve. Çfarë bën ambasadorët? Futen në Google dhe klikojnë, thot, vendi më i madh në korrupsion. Albania, aplikimin. Vendi me krizë më të madhe politike. Albania. Padrejtësi kulmi. Albania. Tot janë 3 alternativa dhe shkojnë. Dhe çfarë bët ai? Aty ku vjen me disa rroba kështu, rrepacak fare, ikën këtu me disa edhe madje edhe kur ikën, shkon direkt në ministri dhe pastaj me pension. Pse? Sepse këtu është pasuruar. E kupton çfarë do të them? Mashtrimet që i kanë bërë këtij populli, shiko Erion Velin sot, shiko Ilir Metën, shiko Berishën, shiko Beqajn, do shikosh Ballukun. Pra, çfarë ndodh? Ndodh që nuk ka mundësi në një vend të gjithë të qekan hajdut. Dhe çuditërisht, të gjithë këta që kanë hajdut, dhe ai që ka bashkëpunuar ndonjëherë me këta, emrin e Kajdi Rama, nuk preket. E Kajdi Rama. Do ta zgjidhja ka. Po çfarë do të thotë kjo? Pra, diçka nuk shkon mirë te sistemi. Sepse demokracia është sistem. Drejtësia është sistem. Zgjedhjet janë sistem. Sistemi bankar është sistem. Sistemi shëndetësor është sistem. Arsimor është sistem. I punës është sistem. Pra, nuk ka mundësi Dylber Balla që të gjithë këta që kanë bashkëpunuar një formë në një formë tjetër, që kanë të gjithë këta të korruptuar dhe ai se pam nuk e di çka ka ndodhur, përgjegjësia është e jotja, unë s'maj përgjegjësi. Tani, diçka nuk shkon këtu. Nuk them vetëm për socialistët apo demokratët. Edhe për ata që më tundin atë thënë, ku bëhet ky vend, ku kështu, që mashtrojnë veten e dyre se po nuk bëhet ky vend se edhe ata do ta marrin faturën, po ata bën tani që të gjithë janë njësoj, justifikuar budalliqe më radh. Pra, dua të them që rasti Veliaj është mesazh për çdo shqiptar më zotëri. Me parti pa parti, me miq pa miq, me të huaj, me të brendshëm, me të jashtëm, vendos çfarë do duash ti. Avokat, është shqetësues në fakt. Herën e parë, Veliaj tani edhe lajmin. I mori telefonin një prej gardianëve dhe bëri një telefonat kur erdhi nga Durrësi për apo bëri apo herën e parë. Jo, herën e parë. Po këtë radhë mendoni se do të tentuar këtë radhë për të bërë një telefonat apo jo? Unë prisja helikopterin të vinde atje lart dhe ata ta merrshin dhe këta tanët duke i rrallë helikopterin. Nuk besoni. Jo ta them unë vetë ndodhi fakt konkret duke i purojë nga helikopteri. Dëgjon tani. Unë po shikoj gjykatën kushtetuese, po dëgjoj, them vërtetën diçka që është shumë e dhimbshme, pavarësisht se vendos një kështu pak ironi apo të qeshim pak, sepse është shumë e dhimbshme kur shikon një djalë të ri që është në fushën e politikës, merret me politikë dhe ka vendosur jetën e tij të jetë brenda jetës politike, pra
Unë nuk e maj mend Velia na ka ardhur në i fushë saktuar, nuk e di, mos gaboj. Velia e ka qenë nga mjafti dhe pastaj u fut në politikë, nuk jo se kishte ndonjë profesion. Si jam për shembull avokat, edhe nesër përfundojmë politikë, a kupton? Nuk e di Velia nga ku ka dalë, sepse nuk e ka kaq shumë të reklamuar, ka qenë në shoqërinë civile. Është e dhimbshme sepse ai person ka investuar vetëm aty dhe shfut direkt në politikë. Nuk është për shembull që ja avokat edhe mund të hapësh një biznes nesër e po futën politikë mirë u bë. Pra, ka një ndryshim të madh. Ai nga politika në burg, pra është e tmerrshme. Dhe ajo tjetra që është akoma më e tmerrshme ndaj një djali të ri, nuk më intereson si vjeti politike. Spaku ose çdo lloj prokurorie edhe te grupet kriminale Dylber, po të them me shumë sinqeritet, nuk kam parë më nderuar. Dosi gjyqësore, kjo është pak më e madhe, po dosi gjyqësore është kjo, po që ta kenë përgjyuar më zotëri. Akoma dhe ku shkon edhe në atje ku shkon një tek pull, vetëm te Velia e ka ndodhur kjo gjë. Nuk e di pse ka ndodhur kjo gjë. Por e kanë përgjuar tjetrin, por në masat e rreta sigurie e kanë përgjuar më. A bëhet kjo gjë më? Por çfarë mesazh ka qenë urdhri i prokurorit? Qa urdhri prokurorit më? Qa urdhri prokurorit? Ai quhet qartazi. Merreni dhe masakrojnë që të kalbet në burg më zotëri. Që e kuptojnë nga ana juridike, nuk e di si e kupton çdo qytetar. Por ti a arrestove Velia në zotëri? A e futën në burg më? A ke në miqyren tënde? Ço të bëj? Të marr helikopterin dhe thotë hajde merr më taratizën nga burgu. Te Velia ka ndodhur kjo gjë më. Është e paimagjinueshme kjo gjë. Ka ndodhur më shumë te Velia. Kjo më çudit mua. Pse duhet të ndodhte më shumë te Velia dhe asnjëri nuk e ka thënë në media. Edhe kjo më çudit akoma. Por ju do ta thoni. Unë e kam thënë, po kur e kam thënë unë tjerë thënë qeni i lirit. Po dëgjoj pak. Kur e kam thënë unë po Ilir Metën që është arrestuar në mënyrë të gabuar, po në aspektin e timor patjetër dhe në aspektin e arrestimit ashtu siç u bë, çelësat janë në det dhe ai duhet patjetër të fuqizohet që ti të shpëtoj veten me mbrojtjen e tij. Me rastin e Berishës, prezumimi pafajësisë, duhet shkosh në parlament të marrësh autorizim dhe jo spaku të bëj sipas shefit, shiko rastin Balluku sot. Pra, këto gjërat mua si avokat që i them, më shërbejnë mua për interesin tim edhe qytetarëve të cilët besojnë te një drejtësi e pavarur e paanshme, duke nënshtruar kushtetutës së vendit tonë dhe jo porosive individuale. Se këtu e ke Dylber, po ta sqaroj që opinioni publik ta shikoj. Kjo është praktika e gjykatës së lartë ndër vite, një pjesë e madhe të saj. Qytetarët duhet ta besojnë këtë gjë. Dhe qytetarët duhet binden që kushtetuta është mbi palët. Historia e Shqipërisë është mbi palët. Dhe nuk mundet ne të lejojmë vendin tonë të shkojë në situatë më anormale. E them për socialistët që akoma buke krip në shtëpi dhe votojnë partinë e tyre. Kujdesni të mbroni partinë tuaj, derisa jeni militant, flas për militant, flas për ata që e kanë pak dritën hapur, flas për ata që e kanë mbyll dritën. Pa ujë, pa bukë, pa punë, dhe në emigrim dhe votojnë të njëjtën parti. Është të tmerrshme kjo gjë. Dhe kryetarin e tyre që e kanë votuar, miratojnë në heshtjen e tyre këtë abuzim. Ky quhet abuzim zotëri. Ky rast Velia quhet abuzim, nuk quhet demokraci. Jemi në një sistem diktatorial modern. Dhe ky do të instalohet diktaturë absolute nga modernja. Prandaj edhe në fund fare them këtë që të bësh pyetjen tjetër. Diktatura i nderuar instalohet kur të gjithë heshtim për të mbrojtur demokracinë. Dhe ky është fakt konkret.